Arabia Saudite po shmang ngushticën e Hormuzit, tashmë formon rrugë alternative për naftën. Arabia Saudite e pengoi projektin e Iranit për mbylljen e ngushticës së Hormuzit dhe të aeroporteve të vendeve të Xhirit, përmes të cilit Irani synon të ushtrojë presion ndaj vendeve. Sot mallrat arrin në portin e Xhidës dhe transportohen në rrugë toksore, ndërsa aeroportet e Arabisë janë të hapura për avionët. Kështu që ngushtica e Hormuzit nuk është një kalim i domosdoshëm. Kjo është një deklaratë e analistit kuvajtian Muhammad al-Rumaihi, që ka hapur debat në rajon duke pretenduar se Irani nuk mund të përdorë më mbylljen e ngushticës së Hormuzit si presion ndaj vendeve të Xhirit. Vitet e fundit Arabia Saudite ka investuar në rrugë alternative për eksportin dhe furnizimin me energji, përveç tubacioneve që lidhin fushat e naftës në lindje me portet në detin e Kuq. Mallrat dhe produktet mund të kalojnë edhe përmes porteve saudite si porti i Xhides dhe më pas të transportohen me rrugë toksore drejt vendeve të Xhirit. Kjo i jep Riyadit një avantazh strategjik dhe zvogëlon ndikimin e një bllokade të mundshme në Hormuz. Nga ana tjetër, Irani mbetet një nga prodhuesit më të mëdhenj të naftës në botë dhe kontrolli i tij mbi brigjet veriore të ngushticës së Hormuzit i jep një peshë të madhe gjeopolitike. Kërcënimi për mbylljen e kësaj rruge detare shpesh përdoret si kartë presioni në përballjet politike dhe ekonomike me Perëndimin dhe rivalët rajonal. Megjithatë, ekspertët theksojnë se edhe pse Arabia Saudite ka krijuar alternativa të rëndësishme, Hormuzi mbetet ende një arterie jetike për tregtinë globale të energjisë. Një bllokim i plotë i saj do të ndikonte jo vetëm në vendet e Xhirit, por edhe në tregjet ndërkombëtare të naftës dhe në ekonominë globale.